mbështet me një projekt që është bërë bashkëpunim me komunën e Kosovës rreth të veçantimeve, drejtave kulturore dhe veçantimeve kulturore të të rinjve, i cili ka qenë një projekt i suksesshëm. Përpos kësaj, disa nga programet edhe trajnimet një ditore që mirët akademia dhe të që i ka pasë edhe si synim, si orientimin karrierë, që vjen me përmend drejtër se ka qenë ndër programet më të suksesshme, ku si që dhe përmendet, marrim shpesh edhe feedback nga pjesëmarrësit, disa prej tyre nëse ju me gjetë një punë, ju ka mundësu dhe të që me kry kurset tjera, trajnime tjera, për me i zhvillu aftësitë e tyre. Pra orientimin karrierë ka qenë si program i parë i një institutit internet, pastaj kemi do të menaxhim biznesi, guida turistike, gazetari dhe komunikim master, edukim dhe formim politik dhe disa trajnime të tjera. Edhe një aspekt tjetër që du me përmend është komunikimi dhe bashkëpunimi me media, sigurisht se si qendër arsimore, duhet me pas, duhet me qenë aktive në media dhe me qenë prezente në opinion, për sigurisht me i shpalus edhe objektivat e qëllime tona si qendër ose institut arsimor, po edhe me na ndihmu në rastin e promovimit të ideve tona ose edhe programeve tona. Ju falenderoj shumë për burimin edhe për punën që keni bërë.